Jemi në pjesën e fundit të emisionit dhe do të vijojmë edhe në këtë pjesë të flasim për sektorin e bujqësisë. Vetëm një vit më parë u prezantuan një paket financimi për sektorin e bujqësisë, konkretisht nëpërmjet një garancie sovrane të vendosur në masën 3 miliard lekë që vendosi qeveria, pra për të ofruar një normë interesi nga 0,5 deri në 2% me një mbulim prej 70% të vlerës. Paralelisht me këtë mekanizëm financiar u ofrua dhe një paket nga Banka e Shqipërisë, një linjë kredie nga Banka e Shqipërisë me një vlerë totale prej 250 milion eurosh, ku çdo fermer që plotësonte kriteret patjetër duhet të aplikonte dhe të përfitonte deri në 25 milion lekë me normë interesi, siç e thash, 2 deri në 3,5%, po kur ajo është e kombinuar me garancinë sovrane, norma interesit arrinte deri në 2%, ndërkohë që afati i shlyerjes së kësaj kredie është 3 deri në 5 vite. Por të dhënat tregojnë se një vit më parë dhe gjatë vitit në vitin 2024 krahasuar me vitin 2025 kur nisi zbatimi këto dy mekanizma financiar, kreditimi i sektorit të bujqësisë nuk pati ndryshim. Pra shifrat janë thuajse njësoj në 2 vitet e fundit, çka tregon se këto dy mekanizma ishin pa rezultat. Do të përpiqemi të kuptojmë pak më shumë se pse fermerët nuk aplikuan apo pse këto dy mekanizma nuk gjetën zbatim në sektorin i cili ka më shumë nevojë se çdo sektor tjetër të kreditohet dhe të financohet. Dhe do të flasim tani në një lidhje direkte. Kam zotin Eduard Sharka, që është ekspert bujqësie dhe përfaqësuesi i sindikatës së fermerëve. Zoti Sharka, faleminderit që jeni në këtë lidhje direkte. Faleminderit juve për ftesën. Zoti Sharka, ju jeni pranë në fermerëve dhe problematikave, le të themi, të tyre. A mund të na thoni konkretisht dhe në mënyrë koncize a patë fermerë që aplikuan për garancinë sovrane një vit më parë dhe për kredinë e butë që u ofrua nga Banka e Shqipërisë? Në ndjenjën tuaj, jo? Me gjitha kontaktet që kam unë paktën këtu në Lushnjë, në Myzeqe, unë vetëm një fermer kam patur informacion që ka aplikuar për një kredi për blerje një traktor të vogël, edhe asnjë tjetër. Unë jo për qenë nihilist, jo për skepticizëm për retorikë, por ka argumenta që vërtetonin, që tregonin që kjo masë e qeverisë ishte dështuar pa filluar, sepse një sektor që nuk është atraktiv nuk përthith financime dhe nuk ishte ky smundja kryesore e sektorit. Mjafton të merren analizë faktin që sektori i bujqësisë merrte nga portofoli i kredive të bankave të nivelit 2 vetëm 1% të këtij portofoli, duhet analizuar ky tregus, pastaj mund të merrej masa për burime financimi, siç ishte rasti kredi sovrane dhe fondi vend dispozicion nga Banka e Shqipërisë. Unë mund t'ju rëndis disa argumenta të qëndësishëm për mua që pse sektori nuk është atraktiv dhe pse nuk përthith financime. Pse sipas jush? Ky sektor kur ishte atraktiv para pak më shumë se 10 viteve, ishte pre institucionet mikrokredis. Fermerët përsera kanë marrë kredi deri në 25% interes. Por në atë kohë sektori ishte atraktiv, ky sektor, sidomos i serave, sepse oferta ishte shumë e vogël nga kërkesa dhe çmimet në treg ishin të larta, shitja ishte e sigurt. Mirë, po mas 10 viteve investime në sera, kur niveli serave arriti në 2000 hektarë dhe bujqësia mori një lloj zhvillimi, u fut në lojë mekanizmi natyrshëm, mekanizmi kërkesë ofertë dhe bujqësia goditet nga krizat ciklike të tregut. Që do të thotë çdo 2-3 muaj në bujqësi ne hasim rënje të çmimit shitjes nën kosto, kemi stok të produkteve, tregu nuk i përthith produktet, kemi edhe në kanale dhe këto kriza tregu e bëjmë atraktiv, janë faktori kryesor që nuk i japin incentiv qoftë një fermeri apo qoftë një investitori tjetër që të investojë në fushën e bujqësisë, sepse kur përballesh me një treg me kriza të tilla ke garantuar dështimin dhe kështu që nuk rrekesh që të marrësh kredi. Pra është një sektor me rrisje të mëdha dhe ndoshta me pak fitim? Po pra, është me shumë rriske, sepse unë mendoj që një serë politikash të tjera që duhet të ishin implementuar, nuk janë implementuar dhe sektori është në krizë totale. Shifrat e Statit tregojnë
rënien, përveç këtyre krizave ne kemi një mos orientim të bujqësisë. Orientimi nuk është gjë tjetër, vetëm politika e kuotave që ka ndjekur Bashkimi Evropian për dekada, ndryhymte për të rregulluar mekanizmin e ofertës, që mos kishim rënje të çmimit të produkteve të fermerëve në treg dhe falimentim dhe humbje të interesit. Megjithatë, zoti Sharka, pavarësisht këtij realiteti, ka edhe histori suksesi që kanë funksionuar në sektor. Ndaj, në këtë këndvështrim, pse sipas jush kredite buta me këtë normë interesi deri në 2% për asikundër u prezantua edhe me garanci të mbuluar deri në 70%, pse nuk funksionuan? Po pra, kur sektori është atraktiv, ka raste suksesi. Unë them një batut për këtë. Edhe në pyll të djegur ngelet një pemë e pa djegur që gjelbram. Por rastet janë shumë të ralla dhe burime financimi, kredia sovrane ka ullur, si shtatë ju e qonë interesin e 2% bime kredi sovrane. Por interesin banka, vitet e fundit, banka nivellit 2 ka qenë 4 deri në 6%, edhe një sektor atraktiv nuk trembet nga kjo përqindje. Unë thash, ka marrë kredi me 25% bujësia. Por krizat, gjendja e sektorit, kosto e lartë i prodhimit, ka quar që mos ketë interes dhe sektori mos përthithi investimet të reja dhe mos ketë, ne kemi çdo vit të kurrje të sipërmarrësve në sektor, kemi largim të tyre, unë thash përëndisje disa masa, kosto e lartë, politikat e kabuara fiskale, të vështreja e lartë në konsum, mesatarja e Bashkimit Evropian, të vështreja e shportës në 7%, ne kemi 20%, dhe bashkë kemi diskutuar për hir të një gafe fiskale në mekanizmin e mbledhjes të vështresës në bujqësi, konsumatorët tanë, kur blejnë produkte në rrugë formale, kur e blejnë me faturë, paguajnë deri 35% të vështresë. Sepse duplikohet duke mos njohur të vështresën që kanë marrë fermerët. Sot ju e dini një masë e re e qeverisë është kompensimi i fermerëve me faturat fitjes me 10%, për kompensuar të vështresën që kanë paguar ato në blerjen e inputeve. Pra të vështresë në kostën e prodhimit ka të inkorporuar dhe shteti e merr nëpërmjet hektarëve dhe inputeve. Mirë, por nëpërmjet mekanizmit 0% blerje, 20 shitje, shteti ja merr prapë konsumatorit 20+, pra i vete 35%. Kjo është një politikë që ka tuar konsumin tek ne. Pastaj ne kemi patur edhe ndikime nga prishja e imazhit të produkteve vendes, nga skandalet që kanë ndodhur në analizat në vendet fqinj. Edhe kjo ka ndikuar në uljen e konsumit dhe në prishjen e tregut, në krizën e tregut që ka dobësuar sektorin. Sikundër kemi pasur produkte që janë penguar të eksportohen, ashtu kemi pasur edhe produkte që janë penguar të importohen, se besoj kjo është një situatë. Absolutisht, unë mendoj që të vështreja 20% në ushqimet e shportës e favorizon qeverinë dhe qeveria është gjendur mirë duke patur një raport 1:3 import-eksport të produkteve bujqësore, sepse mush buxhetin e shtetit nga të vështreja e doganës për ushqimet që importohen. Dhe unë mendoj që kjo ka qenë një nga faktorët që ka vënë shumë qeverinë për të zbatuar politikat që zbaton në rajonin e bujqësisë, sepse kur ti mbush buxhetin nga 20% të vështreja në doganë, nga fermerët janë të favorizuar për diskriminim pozitiv, kanë 0 tatimet deri 100 milion xhiro, kështu që kjo ka qenë një faktor. Një faktor tjetër që është edhe kohët e fundit është shfaqur në mënyrë ciklike, është demet nga fatkeqësitë natyrore. Mungesa e skemave asiguracione dhe mos kompensimi nga qeveria i demeve nga fatkeqësitë natyrore në sektorin e bujqësisë ka çuar në humbjen e interesit në sektor. Ju e keni parë përmbytje ze përmbytjen dhe fermerët nuk kanë asnjë kompensim. Ndryshe nga vendet e rajonit të Bashkimit Evropian. Edhe kjo është një tregtim që ka ndikuar. Mungesa, unë mendoj që sektori ka nevojë për këto politika, për ulur të vështresën e konsumit që të rritë konsumit, të vështresën e shportës, ka nevojë për grante, ka nevojë për skemë kombëtare të përmirësuar, sepse deri tani na kanë realizuar të dështuara dhe diskriminuese. Ke parasysh ai që ka 9 lop nuk përfiton, ai do të kesh nga 10 e lartë
skema e naftës vetë qeveria, vetë Ministri Bujqësisë. Po këto janë skema, në fakt që këto janë masa që do ketë një rishikim, si kundër e tha dhe ministri edhe në konferencë për shtyp, por edhe gjatë intervistës këtu në Ekozon. Por kjo paketë e re masash do prezantohet brenda muajit shkurtë dhe do shikojmë konkretisht se kush është qasja reale që do të ketë gjatë këtij viti qeveria me skemën kombëtare, por me këtë realitet që zoti Sharka, me këtë realitet që pasqyroni ju nuk besoni se Banka Shqiptare e Zhvillimit, e cila të paktën është thënë që po ngrihet me qëllimin për të financuar ato sektor që janë më pak të financuar dhe më pak të kredituar, si kundër është edhe bujqësia? Po pra, unë e thash qartë, sektori nuk është atraktiv. Në kontaktet që kam unë nuk... Do më thënë, çfarë do lloj mekanizmi financiar të vihet në dispozicion nuk do të ketë rezultat, po thoni? Po, nuk është shkaku i mungesës financimeve, sepse thash, një sipërmarrës e merr kredin dhe me 4% dhe me 6% nga bankat e nivelit 2 në rast se sektori do ishte atraktiv. Natyrisht që bujqësia ka nevojë për kredit buta, ka patur me kohë nevojë. Është një injektim i rëndësishëm në rast se do asimilohej nga sektori. Por në gjendje që është sektori, mund të dhash argumenta që nuk përthith financime, qoftë edhe mbështetur nga kredit sovrane, qoftë edhe kredi me interes ulët. Ka nevojë për ndryshim politikave, ne duhet të ndajmë mendjen në strategjinë tonë kombëtare që pavarësisht se ne kemi produkte me kosto më të lartë, ne nuk konkurrojmë me drithra me Vojvodinën edhe me Kanadan apo me aty që marrin importin e dritrave. Por ne, në rast se ne vendosim që 7% dritrave do t'i prodhojmë Shqipëri, edhe pse kosto është pak më lart duke financuar, duke subvencionuar fermerët për kostën e prodhimit, atëherë sektori mund bëhet atraktiv dhe mund përfithi financime në këtë sektor. Pastaj duke garantuar sigurinë ushqimore, duke rritur kontrollet, duke e mbrojtur produktin vendas nga imazhi i prishur i analizave që dalin nga vendet ku eksportohet, duke rritur kontrollet për sigurinë ushqimore, duke lidhur fermerin me agronomin, ka një sër masa që duhet marrë, mirë po ajo që po thoni ju, për ndryshimin e masave në skemën kombëtare, unë jam skeptik, jo se këto masa nuk do jenë më të mira nga ato që ishin. Por kupti fondin e ke 32 milion euro, sepse 52 është bashkë me investimet, me fondin Grandit, 32 milion euro si do që t'i arnor, sa do skemat mirë prap janë të pamjaftueshme në sektor, sepse mjafton ta krahasojmë me sa injektojnë qeveritë e rajonit, atëherë del qartë që injektimi i parave publike në këtë sektor është shumë i vogël dhe jo i pamjaftueshëm, por është i papërfillshëm dhe nuk jep ndikim. Por eksperienca ka treguar që në vitet e fundit niset me një buxhet të tillë dhe pastaj ka mundësi të rishikohet rrugës në varësi edhe të rishikimet që i bëhet buxhetit. Paktën kështu ka funksionuar në vitet e fundit. Kemi diferenca të jashtëzakonshme. Patjetër. Ka rastisur që shtuar janë reallokuar 5 milion euro, por nga 32 çojnë 38. Kosova jep mbi 120, Maqedonia afrohet 200 milion euro dhe sektori nuk ka peshën në ekonominë e atyre vendeve, nuk ka peshë ka sektori në GDP që ka 50% së fondit. Do presim e do shohim edhe për skemë, edhe për paketën e re dhe kriteret e reja të skemës, por edhe se sa do të shkoj buxheti deri në fund të vitit. Unë të falenderoj që ndave me mua këto komente, zoti Sharka. Deri t'ju. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë të diel. Ne bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.